Reperi i Baba Stars, Mike, është bërë baba. Ishe dashura e tij, Majlinda Zeka, ka sjell në jetë fëmijën e tyre, i cili është pagëzuar me emrin Roan. Në Instagram ajo ka publikuar foto të djalit pas lindjes. Çdo sakrificë për ty ja vlen. Mirë se erdhe në jetë Roan, bota ime. Faleminderit Allah, ka shkruar Majlinda në këtë postim. Majlinda dhe Mike besohet se janë të ndarë, por se do të kujdesen bashkë për fëmijën.